sot. Faleminderit që keni zgjedhur kohën me kalu me popullin e Zotit, bashkë si motra dhe vëllezër. Faleminderit për këtë ditë, që Zoti na ka dhënë edhe një ditë me kalu së bashku me të. Duam sot të hapim shërbesën me psalmin 95. Ejani t'i këndojmë Zotit, të brohorisim për shkëmbin e shpëtimit ton. Le të dalim para ti me falenderim, le të brohorasim për të me këngë. Se Perëndia madhështor është Zoti, mbreti madh, mbi gjithë perëndit. Në dorën e ti janë thellësitë e tokës, të tijat janë majet e maleve. I ti është edhe deti, ai e krijoi, duart e ti dhanë trajt dhe jot. Ejani të adhurojmë të bijem në gjunjë, le të gjunjëzohemi para Zotit krijuesit ton, se ai është Perëndia ynë, e ne populli kullotës së tij, tufa që ai e ruan me dorën e vet. Dëgjoni pra sot zërin e tij. Mos e ngurtësoni zemrën si në Merib, si në ditën e masës në Shkretëtir. Kur etrit tuaj më vunë në provë, më të nduan edhe pse i kishin parë veprat e mia, për 40 vjet më në verita e brezni, dhe thash, ky popull e ka zemrën tër dredhi e udhët e mia nuk i njeh. Prandaj u përbetova në zemrimin tim, nuk kanë për të hyrë në prehjen time. Sa vështirë me dëgju. Ne lutemi për gjithë ata që nuk njohin Jezusin, lutemi për kombin ton që ta kenë mundësinë me hyrë në prehjen e Perëndis, sepse s'ka tjetër Zot përveç ti. S'ka mik më të madh se Jezusi. Kush jep jetën për ty, për mu, përveç se Jezusit. Duam të adhurojmë, sepse ai e meriton adhurimin, dhe thrasim grupin e galdimit të vi dhe të adhuroj. Ngrioni në këmbë dhe knani, kceni, adhuroni Zotin, sepse ai e meriton adhurimin. Sot dua të njohim zemrën time ka një zjarr, çdo mëngjes kur i hap syt, për ty zemra ka marrë, të ta ndjej zemrën tek drejt, dëshiroj o Zot, dua të njoh ty më shumë. Sot dua të njoh ty, zemrën time ka një zjarr, çdo mëngjes kur i hap syt, për ty zemra ka marrë, të ta ndjej zemrën tek drejt, dëshiroj o Zot, dua të njoh ty më shumë. Dua të njoh ty më shumë. Sot dua të njoh ty, zemrën time ka një zjarr, çdo mëngjes kur i hap syt, për ty zemra ka marrë, të ta ndjej zemrën tek drejt, dëshiroj o Zot, dua të njoh ty më shumë. Sot dua të njoh ty, zemrën time ka një zjarr, çdo mëngjes kur i hap syt, për ty zemra ka marrë, të ta ndjej zemrën tek drejt, dëshiroj o Zot, dua
të njoh ty më shumë. Zot dua të njoh ty në zemrën time, ka një zjarr çdo mëngjes kur I hap sy. Për ty zemra ka marrë, të ta ndjer zemrën tek re, dëshiroj unë. O Zot, dua të njoh ty më shumë. O Zot, dua të njoh ty më shumë. Zoti është drita ime, haj më do dhe më ndihmo, ta jetoj unë I sigurtë, dhe për këtë adhuroj. Jezus ty të Jesus ty të adhuroj. Jesus ty të adhuroj. Jesus ty të adhuroj. Zoti është drita ime, haj më do dhe më ndihmo, për këtë adhuroj. Jezus ty të lavdëroj. Jezus ty të lavdëroj. Jezus ty të lavdëroj. Jezus ty të lavdëroj. Jesus ty të adhuroj. Jesus ty të adhuroj. Jesus ty të adhuroj. Jesus ty të adhuroj. Zot sa jam belje, për ty kjo zemër e, shpirtin tënd ti e dërgon, që unë të adhuroj. O Zot sa jam belje, për ty kjo zemër e, shpirtin tënd ti e dërgon, që unë të adhuroj. I gjën çdo që të koj, e ati me zjarin tën, dhe më ndryshon. E ja ofry me shenjë, I gjën çdo që të koj, e ati me zjarin tën, dhe më ndryshon. O Zot sa jam belje, për ty ka zemër e, shpirtin tënd ti e dërgon, që unë të adhuroj. O Zot sa jam belje, për ty ka zemër e, shpirtin tënd ti e dërgon, që unë të adhuroj. E ja ofry me shenjë,
që të kot e ati me zjarin tënë dhe më ndrysho e ofri më shen ti gjesh do që të kot e ati me zjarin tënë dhe më ndrysho e ati me zjarin tënë dhe më ndrysho. Shka që ti do ti the lutu dhe unë do t'ja shërin vendit të ti the lamtia do t'an nga mbush si lumi që shkërkon dhe unë kon dhe doja o Zot kjo është lutja që kam i shuj dhe brigjet kanë për të parë dritan nërsa ngrihet bine ti the kërkon dhe do të gjesh shka që ti do ti the lutu dhe unë do t'ja shërin vendit të ti the lamtia do të nga mbush si lumi që Sëngrilan, kërkora tu janë, dhe ti është pranë ti the, dhe shkërkon dhe unë kon dhe doja, o Zot, kjo është lutja që kam, i shuj dhe brigjet kanë për të parë dritan. Ngrihen bine dhe shkërkon dhe unë kon dhe do t'ja o Zot kjo është lutja që kam i shuj dhe brigjet kanë për të parë dritan nërsa ngrihet bine ti the. I was surprised last year when I was here. I drew this for Pastor Femi, and then I was on Facebook looking in after I got home to Texas, and there it was in the church. Edhe unë isha shumë I mahnitun, herën e kalume kom vizatu këto për Pastor Femiun, edhe kur unë u ktheva në Texas në shtëpi e pash në Facebook që kjo ishte në mesin e kishës këtu. What an honor that the pastor would share with you the gift. Amen. Nderi që pastorja ka nda me tjerë këtë dhuratë. And so I also want to thank Pastor Femi for allowing us to be here today and preach when in his absence. It is an honor to be able to stand in his pulpit. Do dëshiroj me falenderoj edhe Pastor Femiun, edhe pse nuk është këtu, që ai na ka leju me ardhe dhe me shërby këtu. You know, it doesn't take much to recognize today that our world is in trouble. Edhe nuk duhet shumë që me kuptu që bota është në telashe. Since we have been in Macedonia and in the Balkans since July,
Many things have happened back in the States that are concerning to us. Që prej korrikut derisa ne ishim nëpër Maqedoni, shumë gjona kanë ndodhur në Amerikë atje që na kanë shqetësuar. And really, this is just a continuation of some of the problems that we face in our world. Edhe kjo është thjesht një vazhdimsi e disa prej problemeve që na I ballafaqohemi me të cilat ballafaqohemi. And now, when there are problems like we have faced, the whole world looks and sees with this powerful phone that we have. Edhe ka plot probleme që komplet bota I sheh në këtë telefon të fuqishëm që na e kemi në xhep. Generationally in our country, we don't see a lot of these images like we have seen in video in the last couple of weeks. Gjenerat pas gjenerate në kombin ton atje ne nuk kemi pa imazhe të tilla siç I pa para disa ditëve. I was reminded this past week in Kumanovo that we're here in a culture that has seen some of these images in their past. Edhe thjesht teksa isha në Kumanov, më kujtu që ne jemi këtu në këtë kulturë që I ka pa këtu imazhe të kalumen e saj. All across the Balkans, you have been familiar with what death looks like. Edhe përgjatë tërë Ballkanit njerëzit thjesht e dinë se si duket vdekja. But now it is open to all of the world to see. Mirë po tani është e hapur për krejt botën me e pa. Our hearts broke when this young Ukraine girl was killed senselessly and needlessly on this train in North Carolina. Neve zemra na është thyr, sidomos kur kjo vajza ukrainase në një stacion treni është vrarë pa pikë ndjenjash dhe thjesht pa pas nevojë. And all the world is looking. Edhe tërë bota po shikon. And then Charlie Kirk. E pastaj Charlie Kirk. How many of you have paid attention this week with Charlie Sa për Kirk? juve keni pa, keni tregu vëmendje këtë javë. The world is looking. Bota po shikon. And our hearts and our minds are not designed to look at these images over and over and over Edhe again. zemra dhe mendjet tona nuk janë dizajnuar me I pa këtu imazhe gjatë tërë kohës. If this kind of death satisfies you, your heart is dark. Nëse një vdekje e tillë ty të kënaq, atëherë zemra jote është e Amen. zezë. Amen. Amen. Your heart is dark. Zemra jote është e zezë. You need the light of life to illuminate you and allow you to understand that He is the giver of life, Jesus. Amen. Edhe ty duhet drita e jetës që me ndriçu tek ti që ju me e kuptu që Jezusi është dhënësi I jetës. Charlie Kirk was more than an influencer. Charlie Kirk ka qenë më shumë se një influencer. I'm starting to hear more and more about this word influencers in our world. It is a new term relatively. Edhe kohëve të fundit po e dëgjoj më shpesh këtë fjalën influencer në botën tonë. He was more than an influencer. Ai ishte më shumë se një influencer. He was a child of the King of Kings. Ai ka qenë një pi bive të mbretit mbretërve. Amen. Amen. He was an ambassador of the cross. Ai ka qenë ambasador I kryqit. He spoke the truth of who Jesus is and what Jesus had done in his life and how his life was radically changed because of salvation that comes in Christ. Aja ka folë vërtetën se kush Jezusi ishte edhe çka Jezusi ka bën në jetën e tij edhe për shpëtimin që ka marrë prej tij. Someone made a statement I saw on social media that Charlie Kirk was all about tolerance. Edhe dikush e bëni një deklarat diku në rrjetet sociale që Charlie Kirk ishte thjesht kishte folë rreth tolerancës. Just because he sat with hundreds of thousands of young people and allowed them to speak, they said that he was all about tolerating these things in life. Edhe vetëm për faktin se ai u ul edhe I dëgjoi plot me mira njerëz të djem e vajza treja duke fol, ai thjesht ishte duke menduar për tolerancën. This is not true. Nuk e vërtet. He didn't tolerate these things. Ai nuk I ka toleru këto He gjona. called them out for what they were. Ai I ka denu ato They are gjona. against God. Ato ishin kundër Perëndis. They are against the natural things that God gave us to protect, and they are against God. Ato janë kundër gjonave natyrale që Perëndia I ka lënë që na me I mbrojtë dhe janë kundër Perëndis. This word tolerance and the ideology behind it has slowly become a type of religion in our world today. Kjo fjala tolerancë dhe gjithçka që ka në prapavi është thjesht është bërë si një lloj religioni në botën tonë. Ignore sin. Just ignore sin. Injorojë mëkatin, Tolerate sin. tolerojë mëkatin, Accept sin. pastaj pranojë mëkatin. And yet God does not tolerate sin. Edhe e dim që Perëndia nuk e toleron mëkatin. God does not accept sin. Perëndia nuk e pranon mëkatin. Sin is everything that is against God.
mëkati është gjithçka që është kundër In Perëndisë. 1 John it says that God is light and in him there is no darkness at all. Tek 1 Gjonit thotë që Perëndia është dritë dhe në të nuk ka asnjë errësirë. So Islam is not the fastest growing religion in the world. Islami nuk është religioni që po rritet më shumë në botë. Protestantism is not, and Christianity is not the fastest growing religion in the world. Krishterimi pra nuk është as krishterimi religioni me rritjen më të madhe. Buddhism, Hinduism, these are not the fastest growing religions in the world. Judaism, no. Budizmi, hinduizmi, judaizmi këto nuk janë religione që po rriten. You know what it is? A dini se çka po rritet? It's the worship of being tolerant for all things. Është adhurimi ndaj qenit tolerant ndaj gjitha gjonave. That's the fastest growing idea in the world. Kjo është ideja që po rritet më shumë në botë. And it's easy to say this because we can say we are all God's creation in his image and we should tolerate all things. Edhe është shumë e lehtë me thonë sepse mund të themi se ne jemi krejt krijimi i Perëndisë sipas imazhit të tij dhe duhet me toleru të gjitha gjonat. And if a person believes this way, he does not and she does not understand why Jesus came down to the earth. Edhe nëse një person e beson këtë atëherë ai ose ajo nuk e kupton pse Jezusi erdhi në tokë. Jesus came to reconcile all things to himself. Jezusi erdhi me I pajtu të gjitha gjërat tek vetja e tij. And that doesn't mean to accept them, it means to cleanse them and purge them because it is sin. Edhe nuk ka të bëjë thjesht me pranim, po thjesht ka të bëjë me pastrim edhe për gjona tjera. I know you believe this, yes? You believe this. A besoni këtë? This is the word of God. Kjo është fjala e Perëndisë. So I want to look today in the book of John, in the Gospel of John, in the 14th chapter. Do e shikojmë Gjonin kapitullin 14 sot. Immediately when we hear John chapter 14, our mind should go to the verse that says, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Sa që mendojmë Gjonin 14, mendja jonë shkon gjithmonë tek vargu ku Jezusi thotë, unë jam udha e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen tek Ati vetëm nëpërmjet meje. And this is possibly the greatest truth that Jesus ever spoke with his own mouth. Kjo është ndoshta e vërteta më e madhe që Jezusi e ka folë me gojen e tij. But for a moment, I want to talk about what happened just before these words were spoken to his disciples. Po një moment unë dëshiroj me fol pak para se Jezusi me I fol këto fjalë. In chapter 13, Jesus is meeting with his disciples and he tells them, or he predicts for the third time, that he is going to die. Tek kapitulli 13 Jezusi po takohet me dishepujt edhe për tretën herë ai po e parashikon vdekjen e tij. And yet his disciples did not understand when Jesus said that he was going to die and be raised again on the third day, raised from the dead. Edhe se dishepujt nuk e kanë kuptuar kur Jezusi u ka thonë që ai do të vdesë dhe tretën ditë do të rinjallët. So they had walked with Jesus in very difficult places. Edhe ata kanë ecë me Jezusin në vende shumë vështira. Many times they had walked with Jesus from the roads of Jericho at the Dead Sea level all the way up to Jerusalem through this treacherous way to go to Shpesh Jerusalem. ata kanë ecë me Jezusin nga udha e qytetit Jerikos, që është në nivelin e detit vdekur, detit vdekur, edhe kanë shku drejt Jeruzalemit. So this is about 20 kilometers from Jericho up to Jerusalem. Edhe është diku rreth 20 kilometra nga Jeriko në Jeruzalem. The way was very narrow and very dangerous because there were thieves along the way and murderers along the way. Rruga ishte shumë e ngushtë dhe e rrezikshme sepse kishte plaçkic edhe vrasës përgjatë udhës. Even today, over 2,000 years later, it is still a very treacherous road. Sometimes there are thieves who stop people and rob them. Edhe sot, pas 2000 vjetëve, prapë është një rrugë shumë e rrezikshme sepse mund të ketë plaçkic që ndalin njerëz dhe I vjedhin. It's the same place where the man was beaten up and left for dead Është in the scripture. I njëjti vend ku një person e kanë rrahë dhe kanë lënë për të vdekur në shkrim. You remember this story? A ju kujtohet kjo historje? And how the Samaritan came and bound his wounds and saved his life? Edhe se si Samaritani ka ardhur dhe ja ka mbështjell plagët dhe ja ka shpëtuar jetën. The Samaritan was the least likely person to tend to the needs of this man. Edhe mundësia ka qenë shumë e vogël që një Samaritan më u kujdes për But he një showed compassion. person. Mirë po ai tregoi dëmshuri. It's the same road that the disciples traveled with Jesus. And when Jesus said we are going this way, oh, they were troubled in their heart. Edhe është e njëjta udhë me cilin dishepujt kanë shku bashkë me Jezusin edhe thjesht u ndin tepër të
thjesht frikësuar kur Jezusi tha po shkojmë kësaj rruge. Several times Jesus said, we're going to Jerusalem from Jericho. We're going up. Shumë herë Jezusi thot po shkojmë në Jeruzalem nga Jeriko. They were like, oh, it's not a good way. Edhe ata sigurt kanë thonë, "Oh, nuk është udha më e mirë." But it was the only way they could go. Mirë, po është udha e vetme. Without going way around, it's the only way they could go. E vetmja udhë, përveç se nëse donin me shku për rreth. And so, speaking these words and speaking of death, walking along this trail of death, they are troubled in their hearts. Edhe teksa ishin duke I pa të gjitha këto dhe duke fol për vdekjen, duke ecë në këtë udhë që është për plot vdekje, zemrat e tyre ishin trishtuar në fakt. When we were children, we used to play this game. Kur ne ishim fëmijë e kemi luajtur një lojë. We would go to a place that was a little scary. Shkonim në një vend që ishte pak më I frikshëm, We would tell these stories. do I tregonim njëri tjetrit këto histori You felt a little frightened. që me u friksu pak, me u Are tut, you afraid? apo Oh, tutesh, I'm afraid. Stop talking about this. ose ndalo mos fol mo. Maybe you played these games when you were children. Nashta I ke luajt Maybe- disa loja tilla kur keni qenë fëmijë, Maybe you play them when you're adult. I don't po know. nashta edhe I rritun. But Jesus, he is talking about death and he is walking the way of death. Mirë, po Jezusi po flet për vdekjen edhe po shkon rrugës vdekjes. And they're troubled. Edhe ata janë trishtuar. If he is going to die, Nëse does ai- that mean we're going to die? Nëse ai do të vdes, a nuk kupton që dhe na të tjerë të kemi vdek? They arrive in Jerusalem and they wind up in an upper room, and there Jesus begins to minister to them. Edhe ata arrin në Jeruzalem edhe përfundojnë në një dhomë sipërme dhe Jezusi fillon thjesht me u fol. After having supper with them, Jesus, or during the supper, he predicts that one of them is going to betray him. Edhe teksa ishin duke pas duke darku me zveti Jezusi parashikon që njëri prej tyre ka me tradhtu. Lord, is it me? Is it Edhe ata thonin, "O Zot, ajo më unë ai? betrayal? Ajo më unë tradhtari?" And then after it was revealed, Judas Iscariot leaves and he is the betrayer. Edhe pasi që u zbulu, Judi Iskarioti del sepse ishte tradhtari. Jesus says, I'm going away. Jezusi thot, "Unë po shkoj." And where I'm going, you cannot follow. Edhe atje ku unë po shkoj ti, ju nuk mund të vini. What do you mean we cannot follow? Çka nuk kupton që s'mund të vini. We have followed you all this time, even through death, the shadow of death, we have followed you. Ne të kemi ndjek gjatë tërë kohës, madje edhe në rrugën e hijes They vdekjes. had followed him for nearly 3 years, and now he says, you cannot follow me anymore. Edhe të kemi ndjek për 3 vite dhe tani thu që s'muni me ardh mas meje. And then Peter speaks, he says, Lord, I will go with you. Edhe Pietri thot, "Unë do të vi me ty, I will die for you. unë do vdes për ty." And Jesus said, would you really die for me? Edhe Jezusi thot, "A me të vërtet do vdesësh për mua? Would you give your life for me? A do e kishe jep jetën tënde për mua?" I tell you, Peter, before the rooster crows in the morning, you will deny me 3 times. Edhe unë them Pjetër se përpara se xhelit këndojnë mëngjes, ti do të më mohosh 3 herë. What does this mean? I will deny you. Çfarë nuk kupton kjo? Ti do të mohoj ty. Death, Vdekja, betrayal, tradhtia, now denial. tani mohimi. Put yourself in their position. Vendose veten në pozicionin e tyne. Would you be troubled in your heart? A do kishe trishtim në zemër? Po, yo. Po jo. Yes? No? Yes. Death? Vdekja, Do we want to die? a kemi dëshirë me vdek? No. Jo. Betray? I don't want to be a person that betrays. Me tradhtu, unë nuk dëshiroj me kom person që të tradhtoj. Deny that I even knew him? Me mohu që madje I njoh, And yet these things are a reality to them. edhe këto gjona janë realitet për ta. I'm troubled. Unë jam I trishtuar. And look at verse 1 of chapter 14. Nëse shohim vargun e parë të kapitullit 14. Read it for us, brother. Zemra juaj mos o trondit, besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Do not let your heart be troubled. Zemra juaj mos o Isn't trondit. it good to know that Jesus wants to calm the troubled heart? A është mirë me e di që Jezusi dëshiron me e qetësu një zemën tronditun. With all the things that are happening in our world, our hearts can be troubled. Me gjitha gjonat që po ndodhin në botë, zemra jon tronditet. I'm thankful today that because of this death of Charlie Kirk, that we have not seen people
burning cars and rioting in the streets. Unë jam thjesht mirë njohës që këtë ditë edhe pse pas vdekjes së Charlie Kirk ne nuk kemi pa raste ku njerëzit kanë djeg makina ose shkaktu telashe në rrugë. Instead, there's great resolve to pray. Mirë po në vend kësaj ka një qëndrim të madh në lutje. There's a greater resolve among the young people of our nation and even the young people of the world, we're finding out, to stand up for the truth of God and Edhe God's ka word. një qëndrim të fortë, sidomos mesin e trinjve në vendin tonë të botës që me qëndru në të vërtetën për Zotin. But before these disciples could come to this place in their life where they would have peace, they had to walk through trouble. Mirë, po përpara se këta dishepujt ta kenë këtë moment jetës tyne ku do kem paqe, ata atyne ju ka duhet me kalu në për telashe. And it's sometimes the same thing for you and I. We have to walk through trouble to really understand what peace looks like. Edhe nga një herë dhe për mua dhe për ty neve na është dashur me kalu në për telashe për me kuptu se çka paqe është. I want to look down in verse 27. Du me pa vargun 27. This is after Jesus had said, I'm sending a Holy Spirit, a helper to you, and he will come in my name. Edhe kjo është pasi që Jezusi thotë që unë po e dërgoj frymën e shejt, një ngushëllues dhe do vi në emrin tim. He said he will teach you all things and bring to your remembrance what I have been saying to you. Edhe ai thotë që do t'ju mësoj çdo gjë dhe t'ju kujtoj gjitha këto që ju thash. If you want to know why we have these accounts in the New Testament from the Gospels, Nëse doni me ditë pse I kemi këtu raste në dhjetën e re të Ungjit, it's because the Holy Spirit brought to Matthew, Mark, Luke, and John's remembrance the things that Jesus had taught them. or sepse fryma e shejt I ka sjell Mateut, Markut, Lukës, Gjonit, gjitha gjonat që Jezusi ka dëshiruar me mësu. And we have today, because the inspiration of the Holy Spirit, the Word of God, because the people of God received from Him this truth. Edhe tani e kemi të freskët nga fryma e shejt, fjalën e Perëndisë, sepse populli I Perëndisë e ka marrë tash. But look at verse 27. Tani e shohim vargun Read 27. that for us, brother. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time, unë po ja u jap. Po jo si e jep bota, zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft. How many times have we heard that word peace when it comes to the world government? Sa herë kemi dëgju fjalën paqe kur flasim për qeverinë botërore? Peace. Paqe. We're praying for peace. Ose lutemi për paqe. We sign agreements for peace. Ose po e nënshkruajmë një marrëveshje paqe. We agree with other nations to be at peace. Ose pajtohemi me kombe tjera të jemi në paqe. But we know in truth that there will be no peace until the Prince of Peace comes, Jesus. Mirë, po ne e dim në të vërtetë që nuk do të ketë paqe derisa të vijë princi I paqes, There can Jezusi. be moments of calm, Mund të ketë momente të qetësisë. but we're always going to be at unrest until Jesus comes. Mirë, po gjithmonë do ketë thjesht trazira derisa Jezusi të vjen. How will the people of God respond in days of trouble? Si duhet përgjigjen populli I Perëndisë në ditë të vështira. I was thinking about this several years ago, and in the last 3,500 years of history, this is an important thing. In the last 3,500 years of history, we have only had 300 years of world peace. Edhe isha duke mendu këtë para disa viteve edhe e gjeta që këto 3.500 vite të fundit, pej 3.500 viteve kemi vetëm 300 vite paqe ose Only qetësi. 300 years. Vetëm 300 vite pej For 3.500. 3,200 years, we have had war, and we've had disruption, and we've had trouble. Për 3.200 vjet ne kemi pas luftra, kemi pas trazira edhe You can telashe. have peace in your home. Nashta nuk mund të keni paqe në botën për rreth teje, por mund të keni paqe në shtëpinë You tonë. can have peace in your heart. Mund të keni paqe në zemrën tonë. You can have peace in your marriage. Mund të keni paqe në martesën tonë. You can have peace in the workplace. Mund të keni paqe në vendin e punës. Only because Jesus promises and leaves us perfect peace. Vetëm se Jezusi na premton edhe na e lë paqen perfekte. Do you know Him in this way? A njihni atë në këtë mënyrë? Do you have peace? A keni paqe? Can you tell the world what peace really feels like? A mund t'i tregoni botës se si është ndjenja e paqes vërtet? I'm going to draw for you this morning a picture that that brings peace. Because of this picture, what I draw is the only reason why we can have peace.
Edhe unë do jo vizatoj një pikturë sot, edhe është për shkak kësaj pikture që do e shohim se cila është arsyeja pse ne kemi paqe. I'm thankful for what Jesus did on the cross. Unë jam mirënjohës se çka Jezusi ka bën kryq. Say amen. 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 I'm thankful. Jam mirënjohës, jam But he is not falënderues. on the cross. Mirë, po tani nuk është në Amen. kryq mo. Amen. The real miracle, Jesus rose from the dead. Edhe mrekullia e madhe është se Jezusi u ringjall. Much evidence that Jesus is not in a grave. Edhe ka shumë fakte që Jezusi nuk është He në lives today. Ai jeton sot. He appeared before 500 plus people after his death and U resurrection. paraqit 500 njerëzve në pas vdekjes së ringjalljes. The greatest movement of humanity began the day Jesus rose from the dead, and it was people of God whose lives had been changed because of the Dhe resurrection. lëvizja më e madhe njerëzore filloi kur Jezusi u ringjall edhe jetrat e njerëzve janë ndryshuar nga The ky fakt, resurrection takes away our trouble. sepse ringjallja na I largon telashet tona. Because the resurrection power that raised Jesus from the dead is the same resurrection power that saves you and me from our sin Sepse eternally. e njëjta fuqi që e ka ringjall Jezusin nga të vdekurit, e njëjta fuqi ringjallje neve na I ka falë mëkatet. Power. Amen. Fuqi. This Amen. last statement. Edhe kjo është e fundit. We used to say this, and I don't know if in your language you use the same terminology, but we used to say this thing. Ne kemi thënë këtë edhe nuk e di a ka terminologji në gjuhën shqipe për këtë. We have everything to lose, we have nothing to lose and everything to gain. Ne s'kemi asgjë për të humb, mirë po çdo gjë për të fitu. Nothing to lose, everything to gain. Asgjë për të humb, por çdo gjë për të fitu. In America, this was what we were taught in our life. You have nothing to lose, everything to gain. No. Be a risk taker. Në Amerikë ne kështu na kanë mësuar për gjatë të jetës. Ne nuk kemi asgjë për me humb, por gjithçka për me fitu. Merr rreziqe. The more I'm around you, Sa më shumë që jam rreth jush, I have learned that it could be a little different. unë kam mësuar që mund të jetë pak më ndryshe. Many of you had everything to lose Shumë për juve keni pas gjithçka për me humb, and everything to gain. edhe çdo gjë me fitu. We have met very few people who are first generation Christ followers. Edhe ne kemi taku shumë pak njerëz që janë ndjekës Krishtit gjenerata e parë. Many in this room, and I want to just, would you indicate in this room if you are a first generation Christ Edhe follower? thjesht, a mundesh me tregu nëse je ndjekës I Krishtit gjenerata e parë? You were saved out of Islam? A je shpëtu nga Islami, prapavia Islame, Amen. Out of the Orthodox Church? ose nga Kisha Ortodokse, Maybe you are atheist ose ndoshta keni qenë ateist? and you're a first generation Christ follower. Mirë, po tani je ndjekës I Krishtit gjeneratës së parë. You had everything to lose. Keni pas çdo gjë me humb. Some of you were disowned by your family. Disa për juve ju ka braktis familja. Some of you have been shunned by society. Shumë për juve thjesht ju kanë injoruar shoqënia, You lost a lot. edhe keni humb shumë. But you take serious what Jesus said. If you're not willing to leave mother and father, brother and sister and follow Jesus, you're not fit for the Mirë, kingdom po of ju e heaven. keni kuptu atë çka Jezusi ka thonë, nëse ti nuk e lën nonën, babën, edhe nuk ndjek mua, ti nuk je I denj për mbretërinë. But look what you gain. Mirë, po shiko se çka ke fituar. Amen. 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 Beautiful life and eternal life is the bonus. Në një jetë bukur edhe bonusi është jeta përjetshme. Resurrection power of Jesus. Fuqia ringjallëse e Jezusit. Amen. Amen.
të kam forë do bësi, tu të kërkoj thesarim, ti e gjithë shka për mua. O Zot kërkoj unë ty si perl, nëse dorëzohem jam i man, ti e gjithë shka për mua. Jesus, je i dërë, qëndje perëndis. Jesus, je i dërë, qëndje perëndis. Morë në krysh më katin tim, e urin gjallë e përsëri, ti e gjithë shka për mua. Unë e poshtë i lartë më ndre, uje ti kam ti ujtë më jetë, ti e gjithë shka për mua. Jesus, je i dërë, qëndje perëndis. Jesus, je i dërë, qëndje perëndis. Jesus,